prita për ndëgjuesve për këtë temë sonit, prita për ndëgjuesve me bën apel djezve me heket mbledh që e ka, e jo me kritiku, e jo me zgjenu këtë temë, jo i mirë. Kjo nuk është temë për këtë Kosovën, po kjo individualisht është. E kanë një marrëveshje në rreti, e ka thonë qatë fjallë dhe të ashtë i mënohen me përly këtë Kosovën me qatë fjallë. Nuk është ashtu. E mirës e konstante me bën apel familjes Geci, një familje shumë e mirë, shumë e nërutme, shumë e njoftëne, me bën apel me ka përsyet në vetë. E jo me zgjenu e me bën këto sene këto. Sa i përket vetë vendosje këtu në tjera parti, po ma qënë modin si kukone e komunizmit atëherë në atë kohë, një student me shkru një parolë ose me dalë për testa, këtë lagjen e isolation. Këtë familë në isolation. E të është i për të fjallë të djeqit, dhe me thonë puna, edhe vetë vendoshe, dhe ke, ato të kënë, dhe me kënë atina thoqit. Nuk është e vërtet ashtu. Si me ndoni që të ndajet urejtja me shqiptarve? Nuk duhet me përlyjt tonë me një sen, nuk përlyjnë, po duhet me minimizu sa më pak. Të mos ketë konflikte, po, të mos ketë konflikte. Me bon regje, në kom përripi në gjusë, sonte, besën zotën, pe tretit person që i ka morë, dhe që ta është mënu me të morë, për gjithë dakikja mënu me të morë. Edhe s'ko më përnejse. Të fendroj që e morë rigjen dhe që e folem. Senet është në favor tonën me minimizu ato, edhe me bon regje Gecit për hirë shqiptarve, për hirë kombit, për hirë familjes tonë që hirë familje njoftën e fort, me bon atë punë me ka përsy, e jo me zgjenu. Sigurisht të kuptaj. Me më falëve i dakik, qëllë, qështë dakik, sa të mëj. Veqër të shkurtimisht. Po mut në pak tepër, se jem shumë mosh, mësh me 4 vetëve që ko mosh, e po më vjen shumë ftirë për ndërgjuzve, pse këto fjorë këtë bo. Sa që më shumë është në favor Gecit, se letë temin e tonën e tjetë Kosovës. Letë jajtë marë këto shumë mirë, kofse është për levdata me livdun, kofse ka bon krime, këtu me bon, jo me bon hagë. Nuk kanë favor shqiptarve. Nuk kanë favor shqiptarve. Unë shumë keqë shqiptarve. E kuptaj. Shohat dhe natë shohat. Shpresojmë dhe ne në lirim sa më të shpejt. Me më falë se pa e ku muta, po një farë ashtu, po ta një farë Falënderoj shumë për mirë kuptim. Pse në dëgjuar këtu kështu mu sjell? Pse mu sjell këtu kaq keq? E kuptoj. Falënderoj shumë edhe një herë. Geci i bëj fola, i bëj apel, me ka përsy këtë keqje. Sigurisht kjo është më mira, të mos ketë tashmë kritika dhe ofendimet. Falënderoj shumë. Nuk ka konë djenë parlament, lidhe me thoshe që nuk ka pas tema të kur gjon. Një individ do konë ai që ka pulat jodë. Nuk e kanë pas në planë të punë. Falënderoj zotëri Sejdi, sepse kaluan 3 minuta. Falënderoj shumë. Përshëndesim shumë, gjithë të mirat, natën e mirë. E falënderojmë dhe zotërin Sejdi, vazhdojmë me telefonatën tjetër që kemi në pritje, mi mbrëma për ty. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, edhe juve, kush për na tret? Hamde Rexhepi. Mirë se vjen zotëri Hamde. Mirë se gjej. Po diskutojmë për temën kujt po i pengon lirimi Hashim Thaqit nga Haga ndërlidhemi me deklaratën e deputetit të listës Guzo, i cili shpreson në burgim të përjetshëm për Hashim Thaqin. Edhe me liru, kërkujt po pengon Hashim Thaqin me liru. Hashim Thaqi ka formu gjykatën speciale vetë, ja paft hajrin, deputeti ka drejt mendimin e vetë ka shpreh, po jetojmë një shtet demokratik, ka drejt çdo njëri me shprehje në lirë. Shka e të ranuk da, u që këja nuk është repedykës, u që këja është e populli shqiptar. Si e personi tashmë këtë deklaratë të ti? Ka mendim e re, ka njëri, ka drejt me shpreh mendimin e vetë. Po tash, du me thonë në diçka. Çka është? Kur pithojnë Albin Kurtit, je bashkëpunëtori i Serbisë e Rusi, që shpjedo këtyne? Për dy këja, kur fitoj në Skenderaj, për bekim jasharit, familjes jasharit që është e njoftë, që në automata si më konë fitu për një shkofë Serbisë. Vetëm nuk lejohet ajtem të përdore, të lutëm në mërkutim. Pa të më festue, si më konë fitue për një farë traktorit kumbit, a dijet kush e bekim jashari. Kush ka, me të Skenderaj, kush ka qitë me automata, kush që qitë. Qka me ndonë tashmë për... Samir Shtaku i qunë Zagarica, deputetet.
E si të ndoret kjo gjuhë urrejtjes? Zotri Andej. Ky urrejtje s'ka bu kur që djali ka dhënë deklaratën, edhe kur që s'ka as e ka efendu kërkomin, e ka shprijat, ka drejt me shprej me mendimin e vetë gjithkosh, as e ka shoh, s'ka full kur far fjallë dyte s'ka full. Gjykatën e ka formu Hashim Thaçi, që është i posë liruhet, që është i posë, ja poftarin mëre, ja poftarin, ai po thet nuk jem konë, ai po thet atje në tribunal të Hagës si jem konë që kë, po thet jem konë larg frontit të luftës, atje po thet qashtu, këta po thujnë e ka shliru Kosovën, e ka shpollë pavarësinë, e që ato e kanë qitë, pavarësinë mundet me shpollë çdo kush, po kush ka punu për pavarësinë e Kosovës. Kush ka bua atetan në rrugove 4 herë. Su zbulu kur, o mytën të dëkës mas luftës disa vetë, su zbulun. Mi, zotri Hamit, falenderoj shumë sepse jemi gati në fund të emisionit. Përshëndesim shumë, gjithë të mirat edhe për ty. Ishte ky Hamdi Rexhepi, përshëndesim atë dhe të gjithë juve, presim edhe një telefonues të fundit për sonte, rreth 1 minutë kohë. Mi mbrëma. Alo, ndaja zërin televizorit, kush po na tret? Alo. Mi mbrëma. Përshëndetje Korab. Përshëndetje edhe për ty, kush po na telefonon? Po telefonon me Vludja nga Gjermania. Mirë se vjen zonja me Vluda. Mirë se ju gjej. Çka mendon për temën, vetëm shkurtimisht rreth 1 minutë e 30 sekonda sepse jemi në fund. Kujt po i pengon, me të thonë drejten, po i pengon Serbis, Rusis, edhe disa këto shpionave të tyne që janë. Kjo kuptohet. Se kush është ma javtë se Hashim Thaçi. Din që Hashim Thaçi ka qenë drejtar politik i UÇK-s, udhëheqësi i konferencës Trambujes, ku u morë vendime për bombardimet Serbis, masanej Serbia e refuzoi atë marrëveshjen e paqes, që atëherë me krejt merita e tij, bombardimi i Serbis, merita e tij, pavarësia e Kosovës, nuk di çka janë të thonë këta popull, ku çka kanë folë deri që tash valla me të vërtet veti ka janë, se nuk besoj që janë shqiptarë. Dika nej prejardhje mënen me pas me shkije, me vetëm nuk në rriutetem. Sa mendoni tashmë që mund të lirohet prisni lirim të shpejtë të Hashim Thaçit dhe të tjerëve që po mbahen pa drejtësisht në Hagë, zonja me Vluda? Pa qëre për Hashim Thaçin gjithë ditën le të thojnë, çka të thojnë, meritat e Hashim Thaçit, si Hashim Thaçi njëherë 100 vjet lind një, meritat e tij si ka kërkush, për familjen e Gecaj më mos të flasëm, për ata s'ja vlen as me fol, me harxhu llaf, se turpi më i madh i Kosovës është ajo fjalë. Po kush ja do të keqen? Kush ja do të keqen Hashimit? Ja don Kosovës të keqen, krejt Kosovës.